është shumë e dhimbshme që Kosovës i është imponuar një gjykatë e këtij lloji sui generis, një gjykatë në fakt raciste, sepse trajton vetëm krimet e supozuara që gjoja pas kanë kryer shqiptarët. Deri tani ne çka kemi parë në këto procese gjyqësore, asnjë fakt mua personalisht nuk më ka bindur se ushtria çlirimtare e Kosovës ka projektuar dhe ka kryer akte të krimeve të luftës. Në asnjë rast nuk më ka bindur. Aq më keq, atje mbahen katër përfaqësues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, katër përfaqësues të rëndësishëm të kësaj ushtrie, por në pjesë e akuzës janë të gjithë ushtarët, të gjithë ata që e kanë ndihmuar ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe ndihem jashtëzakonisht keq që Kosova tani ndodhet në fakt liria e Kosovës është vërë në bankën e akuzës. Paramendojeni nesër të përfundoj lufta në Ukrainë dhe në bankën e akuzës të ndodhet Zelenski. Çfarë faji ka ai që të hidhet në bankë të akuzës? Ndoshta ndonjë ushtar ka të i kaluar sepse gjatë luftës ka pasur edhe emocione. Duhet ta kuptoj ndërmarrje për bashkët kriminale, nuk ishte platformë të tillë. UÇK-ja nuk ka pasur, është lufta më e pastër e mundshme që është bërë ndonjëherë. UÇK-ja jo vetëm që nuk ka kryer krime, UÇK-ja as nuk ka pranuar të financohet nga burime dyshimta, as nuk ka pranuar luftëtar të jashtëm të cilët mund ta kanalizonin në një drejtim fundamentalist ose ku ta di unë çka. UÇK-ja ka pasur në tabanin e saj vetëm çështjen kombëtare, vetëm çlirimin e Kosovës, sepse Kosovës i kishte ardhur laku në fyt. Kosova po zbrazej, qytetarët e saj po maltretoheshin. Ne ishim qytetar jo trendit dytë, po ishim trendit të fundit dikon, nuk na trajtonin as për njerëz. Prandaj ishte domosdoshme lindja e UÇK-s. Prandaj ajo që po ndodh në Hag, e që nisi në Hag me gjykatën speciale nuk përputhet fare me rrethonat e kohës. Në mënyrën se si organi akuzës ndërthoi akuzën ndaj udhëheqësve të UÇK-s. Dhe po e shoh që edhe ju po jeni disi i akuzuar nga prokuroria. Sigurisht po, sepse secili të gjithë ata që kanë dhënë një kontribut sado të vogël për këtë luftë janë pjesë e akuzës. E kjo është liria jonë, është përpjekja jonë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është kryengritja më e fuqishme e shqiptarëve të Kosovës, kryengritja antipushtuese e shqiptarëve të Kosovës. Nuk ka pasur një kryengritje më të fuqishme se ajo e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe përveç që ka qenë e fuqishme, edhe ka qenë kryengritja më e suksesshme, sepse ka rezultuar edhe falë ndihmës së miqve tanë, ka rezultuar me lirinë e Kosovës. Kjo është hera e parë që Kosova e gëzon lirinë. Dhe fundin e këtij procesi e pritni? Unë uroj që gjykatësit të mendojnë jashtëzakonisht mirë se çfarë po bëjnë dhe kjo nuk është ndonjë kërcënim ndaj tyre, po ata duhet të kenë parasysh përjetimet ne që kemi pasur dhe shkallën e dhunës që është ushtruar këto dhe gjenocidin që është ushtruar ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe të mos e bëjnë gabimin në asnjë mënyrë që krimet që ka kryer Serbia këtu të barazohen me disa krime të supozuara dhe në fakt të gjykohet krejt ushtria çlirimtare e Kosovës si gjoja fajtore për shkaktimin e luftës në Kosovë. Ushtria çlirimtare e Kosovës nuk e ka nisur luftën për pikë qefit, sepse ka pasur ka qenë domosdoshme, sepse ne nuk kishim më asnjë rrugë tjetër. Të gjitha rrugët ishin shterrur. Kemi provuar me mjete paqësore, kemi provuar gjitha format, por asnjëra nuk pat sukses. Prandaj doli UÇK-ja dhe ju dha një pikë kësaj çështje.